Vendvarrimi i Gjergj Kastriotit, kalaja mesjetare dhe Muzeu Etnografik në Lezhë mbeten ndër destinacionet historike më të vizituara për gjatë këtij viti. Vetëm në 9 muajt e parë të 2025-s, memoriali i Skënderbeut ka pritur 21.000 vizitor, ose 20% më shumë se vitin e kaluar, ku numrin më të lartë e zën turistët e huaj dhe risi këtë vit janë ata nga Izraeli. Këtë vit kanë thyer çdo lloj rekordi dhe parashikim tonin turistët nga Izraeli. Më shumë ka pasur Izraelit se sa shqiptar pak në muajin shtator. Interes të lartë ka edhe për objektet e kultit, kryesisht nga të huajt. Objektet të tjera se tërheqin interesin e vizitorëve, por kryesisht vetheksin tek turistët e huaj, pas memorialit renditet Muzeu Etnografik Lezhë, Shtella e Lezhës, dhe pas tyre dy objektet që shfaqin interes më shumë është dy kishat mesjetare. Armë të vjetra, flamuj historik, veshje popullore dhe objekte të përdorura në Muzeun Etnografik tërheqin vëmendjen e turistëve që vizitojnë Lezhën. Janë këto objektet që kanë përdorur vajzat e reja për të zbukuruar vetveten, varse, Gjerdan, stolit. Vendi juaj është i vogël, por shumë i bukur. Ajo që më ka bërë përshtypje këtu janë njerëzit shumëmisor. Qyteti i lashtë i Lezhës tashmë nuk njihet vetëm për bukuritë natyrore dhe vijën bregdetare, por edhe për pasuritë e mëdha historike dhe kulturore.